Një ditë para protestës kundër qeverisë së drejtuar nga kryeministri Edi Rama, kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha u bëri apel qytetarëve të bashkohen opozitës në bulevardin Dëshmorët e Kombit. Në një konferencë me gazetarët, Berisha deklaroi se shtuna është dita kur do të flasin qytetarët. Nesër qytetarët, populli opozitar i bën gjyqin kryehajdutit të këtij kombi, i bën gjyqin kryeministrit të lidhur kokë e këmbë me vrasës, bandit, trafikant. Sipas kryetarit të Partisë Demokratike Sali Berisha, qytetarët duhet të ngrihen kundër korrupsionit të kryeministrit Edi Rama, numri 2 të qeverisë Belinda Balluku e figurave të tjera të qeverisë, pasi protesta është e vetmja rrugë. Për të mbështetur këtë tezë, Berisha deklaroi se dhe seanca një ditë më parë në gjykatën kushtetuese për masën e sigurisë vendosur ndaj Belinda Ballukut, tregoi se të gjitha institucionet në këtë vend, nga presidenti i Republikës, parlamenti e qeveria, u rreshtuan kundër SPAK-ut. Nuk ka ditë më të turpshme për atë gjykatë, për këto institucione turpi, se dita e djeshme. Edi Rama, Niko Peleshi dhe Harambegaj vunë në rjesht pas lubis për të mbrojtur vjedhjet e saj. Gjatë komunikimit me gazetarët, Berisha preferoi të mos jap detaje për skenarin e protestës pas ditën e së shtunës. Qytetarët do të japin leksion qeverisë. Leksion të fortë. Dhe të rri në zyrë ta provojë. Ka që them, rri aty, moret i ke blinduar, dyrt i ke plumosur, rri, shko futu rri në e burë. Prej kohësh kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha i mëson idenë se protestat do të jenë aksioni kryesor i opozitës, të cilat nuk do ndalen deri në largimin e kryeministrit Edi Rama e krijimin e një qeverie teknike që do të çojë vendin në zgjedhjet parakohshme.